po ju e patë se edhe kësaj rade, edhe PDK, edhe LDK, edhe AK votuan kundër, duke pa mundësuar kështu konstituimin e kuvendit. Sikur se e dini, zonja Albulena Haxhiu, gruaja më e votuar në këto zgjedhje, është kandidatja e lëvizjes vetëvendosje. Dhe një gjë duket është e paqartë ose qëllimshëm, po anashkalohet, konstituimi i kuvendit është obligimi të gjitha partive që janë pjesë e parlamentit, përderisa natyrisht qeveria është përgjithësi ekskluzive e fituesit të zgjedhjeve. Kështu që ka pas një takim sot, por duket që edhe pas takimit nuk ka pas ndonjë reflektim nga partit tjera. Ne shfrytëzojmë edhe këtë mundësi që t'ju bëjmë thirrje të gjithë deputetëve që të mundsojnë konstituimin e kuvendit, sepse siç e dini, pas votimit të kryetares, pastaj është edhe votimi nën kryetarëve dhe tek me atë kohë konsiderohet që është konstituar kuvendi. A i krejtë të shkuar jashtëligjshëm pozitën e ministrës në detyrë, themi shumë me qenë se është konsideruar si e tillë? Të tashmë mvaret nga kush është konsideruar, ju e dini që ne kemi jap ndërheqje sipas obligimit ligjor, dhe në anën tjetër jemi qeveri në detyrë sepse jemi të obliguar të sigurohemi që dorëzimi t'i bëhet ministrave të cilët do t'jenë në qeverinë e Radhës. Faleminderit shumë. Unë do t'jem në shërbim aty ku e konsiderojmë bashkërisht që është e nevojshme. Çdo pozitë imja gjatë gati 20 viteve shërbim në institucione publike ka qenë një përgjegjësi që ka marrë për të shërbyer dhe për të kryer punën, andaj do t'jem aty ku konsiderohet që është më e rëndësishme. Faleminderit shumë.